Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Para se të fillojmë emisionin e sotëm, podcastin Okult Aktualitet, ku kemi ftuar autorin e njohur të një libri interesant, i cili është duke bërë namin këtu në Panajër, të librit i cili mbaron ditën e diel. Mos mungoni të na vizitoni. Kam të ftuar një personazh të cilin ju e doni shumë, dhe ky është Agron Dalipaj. Para se të fillojmë emisionin, që të flasim për librin e tij, doja të kujtoja të gjithë ndjekësve tanë, ata që ende nuk e kanë bërë atë subscribe, mos harrojnë të bëjnë subscribe kanalit ton. Njëkohësisht falenderoj dhe sponsorat e emisionit ton, të cilët ndihmojnë realizimin e të gjithë aktivitetit podcastit Okult. Agron, mirëmbrëma dhe mirë se na ke ardhur këtu në podcastin e shere dytë. Po. Herën e parë ka ecur mirë, ka marrë ku diun 20.000 shikime. Kjo tregon që ju kudo që të vini, jeni një personazh interesant, dhe kjo do të thotë që të paktën njerëzve ju ka hapur kurreshtje një këndvështrim joti mbi teorinë e morfemave. Morfemave, siç e quani ju, se unë jam specialist i lingvistikës. Dhe një pjesë prej të cilëve nga këta kurreshtar ju tashmë keni bërë për vete i thartë të teorisë tënde në të gjitha nivelet. Para se të fillojmë, ju keni ardhur me një libër këtu në Panajërin e librit, e me qëra llafi jo vetëm Gonin, do më ndiqni dhe mua aty ke stenda ime e Helga Sikrit, po dhe Gonin e keni katë parë, ku e Gonin çfarë? Jo, katë dytë, së në gjithë shkallët. Nga shkallët nga krau i universitetit. Po. Kurse unë jam prapë në katë dytë, kështu jemi në reaksionarët, në ngjitin se akoma e kam pushtetin këta të vjetrit që e ka marrë me pushke do ta lëshojmë tonë. Edhe unë jam në katë të dytë në shkallët, nga ana e majtas kur hyn në dera kryesore, në katë të dytë në balkon. Agron, ju keni botuar librin Greqishtja një bie shqipes. Është një libër që sapo e ke promovuar para disa ditësh në fundjavën ndryshe, ke Arbër Ajdari, dhe kjo është, ju keni bërë shumë libra në lidhje me çështjen e gjuhësisë. Ku ndryshon ky libër nga librat e tjerë? Është më i specifikuar në lidhjen që ka Shqipja me Greqishtën dhe ndikimin që ka dhënë Shqipja vetëm mbi Greqishtën, se unë librat e tjerë keni shkruar në përgjithësi për fuqinë e Shqipës dhe për teorinë e embryomorfemave. Ku e dallon, domethënë që të jetë i qartë autori, çfarë karakteristike të veçantë ka ky libër nga librat e tu të tjerë? Po, faleminderit që më ftuat. Është kënaqësi të jem këtu prapë dhe shpresoj që do të rijem. Ç'është e vërteta? Ajo që thuhet që ndryshimet sasiore të çojnë në ndryshime cilësore, është qëndron edhe me këtë libër tim të fundit, i cili është vëllimi i dytë etimologjisë gjuhës greke, dhe kur ti ke konsistencë në produktin tënd mendor shkencor, zakonisht kur bën një libër, kjo mund të jetë një rastësi, edhe zgjidh disa etimologji fjalësh, por kur bën në vazhdimësi me të njëjtën metodë, mbështetur në të njëjtën teori, ti ke një produkt më të madh. Ajo tregon që teoria që ti ndjek, metoda që ti ndjek në një fushë shkencore është e saktë. Dhe ky libër nuk sjell në të vërtetë një risi në metodë, por ky tregon që kjo metodë është konsistente, është shkencore dhe është e provueshme. Natyrisht mund të mos ta kisha sjell një libër të dytë, por gjatë punës time kur zbërthen një fjalë për shembull të greqishtes, ajo ndërlidhet edhe me ca fjalë të tjera dhe ti nuk mund t'i anashkalosh dhe ti do të sjellësh të gjithë yjsinë e fjalëve. Shpesh mendojnë që
Agroni ka ndonjë inat me greqishten edhe ishtë qepur greqishtes. Jo, për mua edhe greqishtja është një dashuri, sepse duke zbërthyer etimologjinë e fjalëve greke nëpërmjet shqipes, ne shikojmë dhe madhështinë e gjuhës shqipe, e cila ka krijuar të gjitha gjuhët indo-europiane, por kjo do provuar dhe nuk bëhet përndryshe, përveç se me fjalor etimologjik. Kështu në radhën e punës sime do jetë edhe serbishtja, sepse edhe serbishtja është e ushqyer dhe e rritur nga embriomorfemat e shqipes, edhe ajo është gjuhë indo-europiane, do jetë rumanishtja, anglishtja, rusishtja dhe gjuhë të tjera. Ne duam t'i provojmë botës që ka një rregull universal se si krijohet fjala. Sot në shkencën e gjuhësisë, askush nuk e di një përkufizim ç'është fjala, sepse ata vetë pranojnë që ne nuk dimë si është ndërtuar fjala. Mua më duhet të them se unë edhe Butrin Balaj e shohim gjuhën nga një tjetër këndvështrim, nga një këndvështrim që nuk shfaqet në universitete, nuk shfaqet në për institutet gjuhësisë, nuk shfaqet edhe në për akademi. Ne e shohim Shqipen nga bërthama e saj, e cila ka krijuar të gjitha gjuhët e tjera. Por ne hasim në një terren absurd. Ndërkohë, ka botime pa fund të fjalorëve të huazimeve të gjuhës shqipe, dhe këto ditë që jemi në Panajir, për çudi gjeta një fjalor të turqizmave në gjuhën shqipe me rreth 14.000 ca fjalë, që ka bërë një profesor i rangut akademik siç është Bardh Rugova në Prishtinë, dhe duke shflertuar librin e turqizmave në gjuhën shqipe, një sasi shumë të madhe që s'është parë ndonjëherë, dhe aty shumë fjalë të shqipes i kanë pranuar si turqizma, dhe shumë fjalë të tjera të cilat nuk ekzistojnë më në gjuhën shqipe, sepse gjuha ka një veçori. Në qoftë se je i pushtuar dikur nga një superfuqi dhe ke ndikim, gjuha fjalët e huaja i heq siç heq deti ato papastërtit dhe i nxjerr. Lufton dhe gjuha me pushtuesin, me gjuhën e pushtuesit. Gjuha ka një sistem vetë pastrimi. Çka ajo i ka antitrupat e vetë. Po, çka ajo ka produkt të saj, antitrup të saj, sa mirë thatë ju, ajo i mban. Për shembull, shumë fjalë të shqipes që ne na i quajnë turqisht si tutkun, musluk, ulluk, me mira fjalë, ato janë fjalë të mirëfilta të shqipes. Se po të ishin fjalë të huaja, shqipja do të kishte hedhur jashtë. Ato rezistojnë sepse janë fjalë puro të shqipes. Ndërkohë, shqipja duke qenë qendër e gjuhëve indo-europiane, ajo mund të krijojë vetë fjalët, s'ka nevojë. Se fjala i brik. Po, fjala i brik ka dy pozime, ka i bir ka, i bri ka. Briri. Ai mund të quhet edhe si bri, po edhe një bir ka, që ija është një në gjuhën e folur në gegnisht, siç thon i herë e i ko, për një herë e një ko. Këtë gjë gjuhëtarët tanë me tituj të mëdhenj akademik, doktor, profesor, i mbajnë dot ato motra ato që kanë kështu ato i shkruajnë edhe kalojnë dhe nga mbrapa kurizit, por janë krejt të paaft, jo vetëm të zbërthejnë për shembull në rastin konkret një fjalë të turqishtes, por këta nuk njohin gjuhën e tyre, gjuhën shqip. Nuk din sistemin se si emërton gjuha, nuk njohin parimet se si emërton gjuha. Ata punojnë me një metodë që quhet gjuhësi krahasuese, e cila nuk rrjedh nga ndonjë teori. Dhe duke qenë se ata bëjnë një shkencë që nuk mbështetet në parime, mbështeten vetëm në një parim formal që quhet parimi fonetik, janë të pazot, jo vetëm të kuptojnë se si është krijuar fjala. Ata janë si ata barinjt që nuk njohin tufën e vet. Dhe mund të vejë dikush dhe u merr të gjitha delet, sepse ata nuk i njohin delet e tyre. Dhe imagjino, dëmi që bëjnë këta është shumë i madh, sepse këta nxjerrin vazhdimisht student të diplomuar, të cilët kur dalin në profesionin e tyre dhe ata s'din të njohin fjalët e tyre. Por shumë vjen kjo punë zinxhir. Tani ata kanë qoftë drita, qoftë errësira.
ata kanë botuar pa fund, është një industri e madhe e prodhimit të fjalorëve huazime në gjuhën shqipe. Kam futur në kursin e gabuar që në kohën e Merogjës edhe atë kursi të gabuar kundër linjës të interesave të popullit shqiptar. Po, dhe kundër të vërtetës. Unë kam reaguar, së pari ju e dini që kam bërë i pari që bëra oponencën shkencore për veprën e ashtu quajtur etimologjike të Qerem Çabeit, dhe sistemi në fakt nuk reagoi për të hapur një debat rreth etnicitetit gjuhësor të Shqipes, por sistemi më lëshua mua fizikisht me dihen ato me përjashtime, me gjyqe, por ata nuk arritën ta mbrojnë dot Çabein, sepse autoriteti i tij u rrëzua që me oponencën e parë. Mandej unë kam bërë oponencë shkencore për veprën etimologjike të Topallit, edhe të tjerëve, dhe së fundi bëra edhe të Recep Ismailit, i cili shtonte edhe ai numrin e serbizmave në gjuhën shqipe, dhe mu desh të bëja një artikull tek Nacionali me disa vijime dhe nuk kanë përgjigje. Këta doktor profesor të mëdhenj asnjëherë nuk përgjigjen dhe është paksa e çuditshme sepse ata kanë nxjerrë dhe doktoruar breza të tërë studiuesish dhe është e turpshme që një profesor të cilit i cënohet autoriteti edhe në gjalljet e tij e ka të pamundur të përgjigjet. Kjo do të thotë tregon edhe në sytë e publikut, po edhe në sytë e studentëve të tyre se këta profesor nuk janë realisht profesor. Ne dim që shumica e profesorëve në Shqipëri që mbajnë titull që ka kohë e verit e kanë marrë titullin pa pasur një punë shkencore. Të vërtet. Për të tillë për shembull mund të përmendim shumë, një nga ta është edhe presidenti Recep Mejdani, dhe siç e dim kohët e fundit ata e kanë të pamundur të nxjerrin doktoraturat e tyre, punët që për të mbrojtur titullin shkencor, u ka dhënë pushteti politik, sepse kishte nevojë për profesor dhe ata kurrë nuk mbrojtën një disertacion. Me biografi. Dhe tani është ky handicap që në botën e albanologjisë, që është një shkencë e cila duhet të përparonte, ata nuk përgjigjen dot. Ata konform ligjit për transparencë dhe informacion duhet të tregojnë doktoraturat e tyre. Por të bëhem unë një çik i zgjuar dhe unë kështu në këtë fushën tënde. Kam lexuar dy gjëra për urrëtitjen e madhe që kanë ndaj gjuhës shqipe. Dhe kjo urrëtie që kanë projektuar tuajt është trirë dhe në këta të akademisë tonë. Në fillim kanë qenë disa lidera që e kanë bërë me qëllim, siç mund të jetë Çabej ose ku e di unë, dhe pastaj këta të tjerët ka ecin kështu pas Beriajt, ky është kokë e madhe, është korrife. Një rast është kur Alariku ju vërsul Romës 410 mos gaboj pas Krishtit, dhe ka qenë perandor Teodosi atje, dhe kur vajti ky ju lutën këta, i dolën me papat e me këta mos e shkatro Romën, ishte perandori vizigotëve. Edhe midis tjerave ky ju bëri ca kërkesa, do paguani kaq araçe, kaq kështu e kaq ashtu, dhe midis tjerave i tha, nuk dua që të dëgjohet gjuha shqipe në kancelari, në ato. Pra, një urrëtie e madhe për gjuhën shqipe që në atë kohë nga vizigotët. Rasti i dytë është kur Sultan Mehmet Fatiu Pushtusi pushtoi më 1453 Konstantinopolin, Stambollin e sotëm, ai 3 ditë i la të bënin plaçk turqit, dhe mbas 3 ditësh thiri këta të administratës lokale se s'dinin këta të mbanin pastërtinë, kanalizimet, ujësjellsat, nuk kishin eksperiencë turqit, edhe thiri ky të mbante të njëjtën administratë. Sillni tha administratën lokale që të fillojnë punë të mbajnë qytetin se ishte kthyer pislik dynjaja gërmadh. Edhe i vajtën këta dhe i thotë ju do vazhdoni punën, thotë, me përjashtim të shqiptarëve, thotë, i lirëve, arbërve. Nuk dua këtu të dëgjoj gjuhën shqip, tha, në administratë. Pra, edhe Sultan Mehmeti, si në Shqiponja koka e para ndaj nga Roma, edhe këtë koka e dytë nga Konstantinopoli kundër Shqipës. Unë mendoj që jeta në tokë ka pasur të paktën 1 ose 2 ose 3 ose 4 thyerje.
Pra, për shkak të fenomene ndryshme, luftrave, ndoshta bërthamore, ndoshta në një fenomenin natyror të tmerrshëm, ndoshta për shkak të hapjes së portave të firmamentit, ndodhi përmbytje e madhe. Dhe janë zvendësuar njerëzit që kanë qenë me njerëz të tjerë të ardhur nga është mbi vendosur jeta 3-4 herë, dhe po të shikosh në qytetet që janë shkatruar mbi gërmadat, ke dhe Durrësin kështu 3 herë dhe vendosur njëri mbi tjetrin, kështu ke dhe qytetet e ndryshme në lindjen e mesme, afër Kuvajtit, poshtë Babilonisë, Uruk, qytetet e tjera janë 4 herë të mbi vendosura mbi Balt. Pra kjo tregon që Shqipja mund të ketë qenë, siç është anglishtja sot, mund të ketë qenë në gjeneratën më përpara të njerëzimit, të parafundit, domethënë nëse ne jemi të fundit, mund të ketë qenë gjuha bazë. Dhe këta që kanë ardhur, të ardhurit e rinj që kanë ardhur, sumerët që filluan të kontrollonin jetën në tokën e shkatruar, këta mund ta kenë shpallur si një armik të madh Shqipen. Mirë, megjithatë Shqipja është një franto e madhe që i mund të gjitha gjuhët e tjera dhe ju jep fuqinë e saj dhe burimin e saj, ja u jep duke i furnizuar dhe ato dhe duke i pasuruar. Unë mendoj kështu, u bëra një çik mizgjuar se sa duhet të jem fushën e lingvistike. Jo, më pëlqeu shumë mënyra se si konceptoni, është fiks ashtu si ju thoni. Mua më rezulton nga studimet e mia edhe nga shumë botimet e mia që në fakt Shqipja ka qenë gjuha e përbashkët e para antikitetit. Ta thuash këtë është një deklaratë. Ndoshta para përmbytjes do të ishte më mirë, te mendoj unë. Mund të jetë dhe përpara përmbytjes. 13.000 vjet para ka qenë Shqipja, ka qenë gjuha. Se mund ta vërtetojmë që Shqipja vërtet ka qenë gjuha e përbashkët e para antikitetit e të gjithë asaj popullsie. Se e kanë dhe me veshjet këta, më fal. Edhe veshjet shqipe i luftojnë, domethënë i kanë luftuar në mënyrë të tmerrshme të zhdukin ato veshjet e veçanta që kemi pasur ne. Ju e keni parë që një lojtar kur futet në fushë, lojtar futbolli, bën kryqin, ose dikush falet siç falen myslimanët, shqiptarëve u ndalohet të bëjnë simbolin e tyre kombëtar. Është një diskriminim i bërë sot nga Europa, bërja Shqiponjës. Me këtë logjik nuk është se ne diskriminojmë dikë. Është njësoj si ai që bën kryqin, njësoj është dhe ai që bën shqiponjën. Çka ndodh? Ne mund të vërtetojmë nëpërmjet gjuhës shqipe se i gjithë para antikiteti nëpërmjet shqipes së sotme dhe më saktë nëpërmjet bërthamës së shqipes që është tabela e embryomorfemave, ne mund të zbërthejmë gati të gjitha fjalët e gjuhëve indoeuropiane, të zbërthejmë ato dhe të tregojmë botës se si janë krijuar ato dhe ç'kuptim kanë. Prandaj gjuhësia klasike sot nuk i futet brenda fjalës, jo se nuk mund t'i futet. Nëse do t'i futet brenda fjalës, atëherë botërisht do t'u duhet të pranojnë që shqipja është origjina e të gjitha gjuhëve indoeuropiane. Kjo është pak e rëndë që të vërtetohet se shqipja ka pasur hierarkin në fushën edhe të kulturës edhe të historisë. Çka ndodh? Ju e dini që në familje të mëdha kur fillojnë që ndahen, sepse mund të kesh 10 djem dhe babai mban atë të voglin, ndahet dhe pasuria. Pasuria e përbashkët e para antikitetit është e madhe. Dhe nuk duan t'ia lënë djalit të vogël popullit shqiptar, që ka trashëguar atë nga ajo kohë. Dhe për të mos ndodhur kjo, çfarë ndodh? Duke u hequr shqiptarëve gjuhën që kanë, barazohen të gjithë popujt e tjerë për të pretenduar pasurinë e para antikitetit. Kjo ndarje e kësaj pasurie të madhe kulturore, natyrisht që ne jemi një popull tashmë i vogël, por gjuha jonë ka qenë gjuha më e stërmadhe në botë. Vetëm ne shqiptarët jemi në gjendje të pretendojmë dhe të provojmë që të gjitha gjuhët e tjera rrjedhin prej kësaj gjuhe, prej gjuhës shqipe. Duke u sulmuar gjuhën shqipe, siç e kanë sulmuar, siç thatë dhe ju që në kohën e perandorisë romake, edhe kur erdhën osmanët, duke i hequr shqiptarit gjuhën, ti heq kujtesën historike.
ai nuk mund të pretendojë më për historitë e vjetra që nga para antikiteti, që në historinë e Romës, edhe më mbrapa. Ndaj sulmi ndaj gjuhës shqipe, do shtojnë edhe Shën Kozmaj, kisha greke. Po, ai vinte, ai nuk kishte urrejtje kundër shqiptarëve, ai kishte urrejtje kundër Shqipës. Edhe për këtë e vranë edhe banorët atje, sepse ai u theshte nuk duhet të dëgjohet fjala shqipe, gjuha shqipe në mesha, në përkisha, në për vetëm greqishtja. Dhe Shën Kozmaj ishte një hierarki rëndësishëm i kishës dhe nuk e kishte nga mendja e vet. Kishte ardhur me mision të shkatronte gjuhën shqipe në zonat ku kishte banor ortodoks. Jemi fiks në një kohë kur greqishtja kishte lejen nga porta e madhe, ndërsa shqipja diskriminohej. Shën Kozmaj kalonte në për tokat shqiptare dhe në Epir dhe u thoshte banorëve, nëse ju nuk do t'u flisni fëmijëve shqip, nuk do t'u mësoni shqip, të gjitha mëkatet që keni ju do kalojnë mbi mua, do më thënë brenda një propagandë shumë të madhe. Tani çka ndodh? Ndodh që lufta kundër gjuhës shqipe ka qenë një proces. Dhe lufta kundër gjuhës shqipe vazhdon të jetë ende një proces. Por ne tani kemi 2 shtete shqiptare që normalisht gjuha mbështetet nga shteti, mbështetet me një strukturë ekonomike. Të huajt, ata që luftojnë shqipen kanë arritur nëpërmjet instituteve të gjuhësisë, universiteteve tona, nëpërmjet akademive tona, të qëndrojnë fort në luftën kundër gjuhës shqipe dhe kanë krijuar një industri të madhe për të nxjerrë fjalor edhe etimologjik që quajnë shqipen si gjuhë që nuk ka fjalë të veta, por dhe një mori të madhe me qindra fjalor huazimesh në gjuhën shqipe. Që vetëm ka përcitur nga të gjitha këto gjuhët. Unë që merrem me fjalor, nuk gjej fjalor huazimesh për shembull të greqishtes nga gjuhët e tjera. Brenda një libri, një fjalori mund të jenë 2-3 flet për ca huazime. Për shembull, sot në Itali flitet për anglicizmat në gjuhën italiane, por nuk gjen dot fjalor huazimesh të italishtes nga anglishtja. Në Shqipëri janë mbrojtur doktoratura me këto fjalorët e huazimeve. Imagjino tani Akademia e Shkencave e Kosovës nxjerr një dalë si modë kjo, do të dasin shqipen. Pse luftohet shqipja që ta kuptojmë, ndërsa prodhohen. Industria nuk ndalon, industria e prodhimit të fjalorëve të huazimeve në gjuhën shqipe dhe jepen doktoratura për këto. Për çdo studiues i cili vërteton të kundërtën, që shqipja ka dhënë dhe bën fjalor etimologjik si ai që ju keni përpara, të gjithë këta sulmohen sepse ne nuk e dim qartë si funksionon. Në fillim është mënyra si funksionon. Në fillim ata të lënë në heshtje, nuk të marrin në konsiderat. Pastaj kur e shikojnë që fiton çik popularitet, duan të bëjnë qesharak. Pastaj heshtin një farë kohë, këtu jeti në këtë periudhë, heshtin dhe pastaj ata nuk do më pranojnë kur. Pse nuk do më pranojnë kur? Këta që janë sot. Nuk do më pranojnë kur sepse ata nuk kanë treguar asnjë shenjë mëshire ndaj kujdo që ka punuar me pasion shkencor dhe me produkt shkencor për të vërtetën e gjuhës shqipe. Ju e dini fare mirë se kur erdhi Zaharia Manjani e përtallën, që kishte bërë dhe ato veprat e tij fundi i misterit etrusk, dhe ne e dim që mos t'i përmendim këtu dhe të marrim kohë se çka kanë hequr studiues të tjerë si Zhej e të tjerë, të cilët kanë cekur çështjen e etnicitetit gjuhësor të shqipes si një gjuhë mesianike, si origjinë e gjuhëve indo-europiane. Ne dim se sa shumë është censuruar Derada për të gjitha veprat e tij filologjike që tregojnë që shqipja vërtet është nëna e gjuhëve indo-europiane. Kjo gjë vazhdon sot, pra nuk ka debat shkencor. Debati shkencor për gjuhën shqipe mungon. Ne duhet të kemi paradigmat slave për gjuhën shqipe. Akademisë Shkencave ishte dashur të bëjë një punë të madhe kundër gjuhës shqipe për të vërtetuar tezat slave se shqiptarët s'kanë gjuhë të tyre, dhe ata nuk mund të dalin kur kundër vetes tyre.
rasti më ekstrem ishte kur revista amerikane Science nxori një artikull të 30 e ca shkencëtarëve që vërtetonin që Shqipja është e folur 6000 vjet pa ndërprerje dhe gjuha më e vjetër indo-europiane e gjallë e para e shkëputur nga origjina e hamendësuar e gjuhëve. Dolën më njëherë dy akademik të Tiranës, thanë gjuha shqipe është vetëm 1500 vjeç, nuk është 6000 vjeç, sepse diku nga Beogradi erdhi sinjali që duhen hedhur poshtë dhe shqiptarët nuk duhet të shikojnë ëndra të tilla, pavarësisht se këtë e thot shkenca më e madhe botërore. Dhe së fundi, besoj nga shkurti, do të dali dhe një lajm tjetër shumë i madh, sepse ne jemi duke punuar dhe bashkëpunuar me një universitet në Australi, të cilët po krijojnë një program të ri dhe janë drejt përfundimit të punës tyre. Çfarë është ky program? Ku bazohet në inteligjencë artificiale? Ky është një program i ri i inteligjencës artificiale që do jetë vetëm për etimologjinë. Pra ashtu siç është ChatGPT-ja po krijojnë një tjetër program. Ata duan t'i tregojnë botës se realisht është një metodë e cila zgjidh përfundimisht enigmën e krijimit të fjalëve dhe siç ata na thonë, janë drejt përfundimit dhe shumë shpejt bota do mundet të ketë në duart e saj një metodë që kur kërkohet etimologjia e një fjale të klikojnë dhe kjo është sipas teorisë së embryomorfemave. Ata më thonë shpesh zoti Dalipaj, këtë teori të embryomorfemave dhe metodën që rrjedh prej saj, ky sistem, ky program i inteligjencës artificiale e ka marrë, e ka bërë të vetën, e kupton, e përdor si logjik dhe nxjerr të njëjtat përfundime që nxirrni ju me etimologjitë tuaja. Kush është elementi përbërës i embryomorfemave, rrenjët e tyre? Është një tabel. Çfarë mund t'ju themi shkurt shikuesve që ta kuptojnë një çik modelin e embryomorfemave? Nëse një pjesë e dinë, po. Embryomorfema është elementi minimal gjuhësor, është njësoj si në tabelën e Mendelejevit si elementet kimik, të cilët kur bashkohet për shembull natrium me klorin, krijojnë kripën. Kur bashkohen dy embryomorfema, që janë zakonisht të shkurtra, një bashkëtingëllore dhe një zanore, kur bashkohen dy nga këto në vend ato janë për shembull natriumi ka të tjera cilësi, klori të tjera cilësi, por kur bashkohen krijojnë kripën e cila ka tjetër cilësi. Edhe embryomorfemat kanë të njëjtën natyrë kimike, pra ato kanë kuptime të ndryshme dhe kur bashkohen krijojnë një fjalë. Po krijojnë një fjalë për gjuhën shqipe dhe krijojnë fjalë dhe për gjuhët e tjera të familjes indo-europiane të gjuhëve. Në një shembull, mund ta ilustrosh për shembull të fjalëve shqipe për shembull? Duhet të treguar embryomorfemat. Po marrim një fjalë frënge, lupa. Po. Në të gjithë botën gjuhësore është pranuar që lupa është një fjalë që gjuha ka emërtuar një lloj xhami konkav, të cilin kur e vëm mbi një copë letër zmadhon ose zvogëlon shkronjat ose pamjen e një objekti. Lupa është folja lu e gegnishtes edhe pa që është pamje. Do të thot lu pamjen. Do të thot unë s'të kam pa, se dikush që nuk e di mirë gegnishten, pa është e lirë edhe folja lu është e lirë. Pra unë s'të kam pa do ditë, thot ai. Ai tu lu me mu. Pra, ç'a ndos? Gjuha te fjala frënge lupa, që është pranuar si fjalë frënge, emërton funksionin lu pamjen. Pra, edhe pse kjo quhet fjalë frënge, ajo origjinën e ka te gjuha shqipe, sepse frëngjishtja vet nuk mund ta shpjegoj fjalën lupa. Ajo është duke përdorur në fakt materialin gjuhësor të shqipes. Ne kemi në teorinë tonë të embryomorfemave një parim i cili thot etniciteti gjuhësor i një fjale i takon gjuhës në të cilën ajo tregon etimologjinë. Sipas këtij parimi, shqipes i kthehen të gjitha fjalët që i ka ndërtuar ajo.
Dhe shqipja në këtë mënyrë bëhet një gjuhë në kuptimin jo të keq të fjalës, gjua përbindësh në botë. Sepse të gjitha fjalët që ka latinishtja, greqishtja e vjetër, greqishtja e re, gjermanishtja, rusishtja, të gjitha këto rrjedhin nga një gjuhë vetme, nga një tabelë e embryomorfemave të gjuhës shqipe. Të gjitha gjuhët e tjera të familjes indoeuropiane të gjuhëve nuk mund të etimologojnë dhe të zbërthejnë asnjë fjalë të tyre. Të drejtën dhe mundësinë për të zbërthyer fjalët etimologjikisht fjalët e të gjitha gjuhëve indoeuropiane e zotëron e posedon vetëm gjuha shqipe. Ajo është gjuhë e vërtet, të gjitha gjuhët e tjera në një kuptim jo të keq mund t'i quajmë plagjatura gjuhësore të gjuhës shqipe. Pse nuk botohet asnjë fjalor i madh i etimologjisë së brendshme shqiptare? Deri më sot nuk është botuar. Në albanologjinë zyrtare janë botuar vetëm fjalor që i krahasojnë fjalët. Është si të krahasosh objekte të ndryshme. Metoda etimologjike e cila futet brenda fjalës nuk ka prodhuar fjalor zyrtarisht, fjalor etimologjik. Kjo metodë përdoret sot nga unë dhe nga studiusi i talentuar dhe ekselent Butrind Balaj. Librat tanë janë në qarkullim dhe ne do kemi shumë e shumë fjalor të tjerë pas këtaj. Është e pamundur, deri sot nuk ka ndodhur që ndonjë studiues i gjuhësisë zyrtare të rrëzojë etimologjinë e një fjale që kemi bërë unë dhe Butrinti, sepse është e pamundur që të rrëzohet. Askush e ke fjalën dhe nga tuajt apo edhe nga tuajt. Ka pasur reagime agron për shembull nga tuajt për librat tuaj, këta që njohin për shembull gjuhën shqipe që janë etimolog, gjuhëtar në Serbi ose në Greqi ose në Itali ose diku gjetë për shembull që kanë lexuar librat e tu dhe ka pasur ndonjë recens për shembull për tyre. Po është në Austri, është një albanolog Kurt Gostenschnig, i cili është i njohur ky si lingvist në Austri. Po, ky është në rangun e filozofit, të historianit, ai e një gjuhën shqipe njësoj si ne të dy. Ai më duket në prill të këtij viti kishte çuar në Akademinë e Shkencave në Çfarë moshe ka ky aftësisht? Ky është rreth të 60-tave. Kishte çuar një studim të tij në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Kontaktuar ju një veni me të? Po. Dhe merrte në konsiderat një studiues indian, Aruba, Petrozhein edhe veprën time, na krahasonte të tre, domethënë tezat, teoritë tona, dhe kësaj kishte bërë një artikull shkencor, të cilin ja pranuar në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, ja botuan online në revistën Studime Shqiptare që del në anglisht, dhe pas pak ditësh ja censuruan duke ja hequr krejt artikullin. Ky është një rast nuk mund ta themi pa precedent, sepse censura ekziston, ne jemi në një vend pseudo-demokratik. Lufta për monopolin e të vërtetës. Po, dhe duket është bërë sher i madh në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Pse ju botua? Njerëz atje mund të kenë mbajtur dhe përgjegjësi, po është shumë e turpshme që një institucion që quhet Akademi Shkencash censuron një albanolog austriak. Edhe mos jesh dakord, aty mund vjet një shënim. Ky është një studim që nuk është përfaqësues për shembull i linjës zyrtare që mban Akademia e Shkencave, po ama vendoset ta hap debat. Këta edhe këtë panshmërinë nuk e luajnë dot. Shiko, shkenca ka një parim moral që është parimi i diversitetit të mendimit. Këtu vërtetua që Akademia e Shkencave e Shqipërisë nuk ka lidhje me moralin, nuk ka lidhje me në censor. Po, censor, sepse kuptohet që janë censor, për shembull, përsa kryetari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë nuk ka asnjë vepër shkencore.
për çka duhet të jetë ai atje. Ai nuk meriton të jetë as antar i thjesht i Akademisë Shkencave, bile do të thoja as pastrues në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, për shkak edhe të biografisë të tij shumë të errët, por ai ndodhet aty pikërisht për të kontrolluar që Kryet censor. po, kryet censori, siç ka qenë Alex Buda, i cili sa ishte gjallë 21 vjet kryetari i Akademisë Shkencave të Shqipërisë, nuk qullosi asnjë libër, sepse nuk i dilte koha, sepse punonte shumë me censurën, ishte kryet censor. Njëkohësisht edhe Skënder Gjinushi është kryet censor. Ne shikojmë që Aleksi ku kish mbaruar shkollat në Austri? në Austri, por me thënë të vërtetën, Si ka mundësi që këta që erdhën nga shkolla austriake, e cila ka luftuar shumë për çështjen shqiptare dhe për të nxjerrë në dritë të vërtetat e racës tonë, ilire, arbërore, këta si ka mundësi që u krijuar një shkollë me një profil pro-serb? atëherë Se këta mund ta themi. futën gjithë, konsiderohen si korifenja të paprekshëm. Marksi i gjuhësisë, domethënë kupton, të paprekshëm. Ti mund të sjellësh prova sa duash, jo, thotë, ka thënë ky këtë deduksion që ne rrjedhim nga Shiko, fillimisht austriakët i njohën mirë shqiptarët. se kanë pasur ndikim slavët në Austri, mos kanë pasur ndonjë ndikim mbi akademitë ku kanë studiuar ta. Shiko, problemi Thot Hitleri ke Mein Kampf, thot kur erdhan në Vjenë, thot pash që Vjena s'ishte qytet gjerman, thot ishte qytet slav, thot. këtë dua të them. Unë i kam vizituar këto vende dhe unë e di fare mirë që bota slave, e cila ngriti të parën katedrë të gjuhës shqipe në botë në Beograd, i studioi mirë shqiptarët dhe arritin përfundimin që këta nëpërmjet gjuhës shqipe do rikthejnë çdo gjë. Gjuha rikthen historinë. Prandaj zhdukja e gjuhës do të thotë dhe zhdukja e historisë. Dhe ata kuptuan që edhe zhdukja e etnografisë. Edhe zhdukja e etnografisë. po dhe ata nesër kuptuan paralela ata zhduk goditin e gjuhës dhe të etnosit shqiptar. ata kuptuan fare mirë që një mbështetje perëndimore austriake në çështjet e identitetit të shqiptarëve do t'i bënte shqiptarët shumë të fortë në Ballkan. Do t'ju kthente Gadishullin, historinë e Gadishullit ilirik, që Dhe Gadishulli ballkanik. lëvizja e tyre e zgjuar ishte të kapnin qendrat e albanologjike në Austri dhe ja arritën qëllimit. Për shembull, sot Vjena zyrtare, mund të përmend dhe emra, punon për Beogradin në çështjet e albanologjisë. Ata nuk kanë kapur vetëm Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, Institutin e Gjuhësisë, Universitetet Shqiptare. Ata kanë kapur, janë munduar të kapin të gjitha katedrat e gjuhës shqipe në botë. Këtë mund ta themi dhe për katedrën e gjuhës shqipe në Myni, ku deri para pak orësh ishte Bardul Demiraj, shefi katedrës, dhe nga ajo katedër u iniciua një fjalor etimologjik i gjuhës shqipe mbështetur në Teçabej dhe këta slavistët për t'i treguar Europës në gjuhën gjermane që shqiptarët nuk kanë gjuhë të tyre. Slavët kanë punuar fort. Reagimi i botës slave ose reagimi i Akademisë Shkencave në Shqipëri, i Akademisë së Studimeve Albanologjike që është bashkuar me të Institutit Gjuhësisë në Shqipëri, pro këtij votimi. Kundër zhejt, kundër meja dhe kundër studiuesve të tjerë, është reagimi një platforme antikombëtare, antishqiptare që ka qendrën edhe antishkencore, që ka qendrën në Beograd. Përplasja shkencore, debati shkencor nuk ndodh sepse ata e kanë të pamundur të mbrojnë tezat slave në albanologji dhe në gjuhësi. E vetmja metodë që ata mund të na përballin është heshtja, sulmi me peticione, përjashtimet, arrestimet dhe të përdorin mjetet e informimit zyrtar
Për shembull televizioni shqiptar ka bërë shumë emisione kundër meje ku akademikë dhe profesor zyrtar të gjuhës shqipe të sistemit të këtyre hedhin teza në televizione sikur Agroni nëpërmjet teorisë të tij të embriomorfemave është duke lindur fashizmin shqiptar dhe në një kohë të caktuar ai mund të marrë edhe pushtetin dhe kjo përbën një rrezik jo vetëm për Shqipërinë, por për Ballkanin dhe për Europën, ndërkohë që unë nuk kam qasje politike, hedhin teza të tilla në qarkullim. E kam fjalën që idetë tua mund të krijojnë politikanë të tillë, të cilët mund të kërkojnë ndonjë lloj revanshi, mund të jenë të rrezikshëm për politikat rajonale dhe nga konfliktet rajonale mund të lindin gjëra që janë as pak të vërteta. Se ti fjalën ke dhe nuk ka lidhje fare me ekzistojnë emisione që më kanë përmend me emër dhe thonë këtë direkt për mua, por hamendsojnë dhe këtë tjetrën që mund të inspirohen dhe të tjerë. Po ty të kanë thirrur ndonjëherë të atë radio televizionit shqiptar për debat me këta apo? Asnjëherë, dhe kjo është një shkelje të drejtës gazetarisë, sepse duhet të dëgjohet edhe pala tjetër. Por ju e dini fare mirë që ne jetojmë. Ti ke fituar betejën në rrjetet sociale, sepse unë ceka pak dhe në fillim, shqiptarët janë jo vetëm kurreshtar me teorinë tënde dhe kanë filluar të dyshojnë ke teoritë zyrtare, sepse sistemi ka krijuar një, jo vetëm në Shqipëri, po në gjithë botën, ka krijuar një lloj arsimi që t'i lërë njerëzit pa dritë duke i mbajtur tek qiriri. Ka krijuar një sistem shëndetësor që t'i mbaj njerëzit sa më smur, duke filluar që fëmijët vegjël me vaksina, me helme, duke i helmuar fëmijët, duke i lënë çyryk me kalimin e kohës, duke i lënë autik, që një familje tërë të mos gjejë dermane, të sfilitet për të mbajtur fëmijën, ti dëmtoj me metale të rënda, të rinë pranë farmacive në një moshë caktuar, duke shtuar gjithnjëherë shumë ilaçet, të cilat japin efekte anësore dhe shtojnë pa fund numrin e ilaçeve. Ka ngritur një sistem drejtësie ku mbrohet më shumë ai që s'ka të drejtë sesa ai që ka të drejtë, pra një sistem të padrejtë për të mbajtur një sistem të padrejtë, dhe në këtë kuptim ke arsimi, ke shkenca ynë edhe Akademia e Shkencave të Shqipërisë, e cilat sigurisht që ka nevojë për një rinovim dhe të paktën të fillojë të jap dhe sistemin alternativ në fusha të ndryshme, siç është fusha e gjuhësisë, dhe që ju jeni një sistem alternativ, ta debatojë, të thresë, të bëjë simpoziume, ku të vinë të flasin kundërshtar ose mbështetës, ku ju të elaboroni mendimet tuaja atje në akademi, të merren librat tuaja dhe idetë tuaja të jepen në faqen e akademisë, në faqen zyrtare si një këndvështrim alternativ. Po sigurisht, ajo me vetulla të trasha, se harrova emrin që drejton akademinë, Skënder Gjinushi, djali i Temit, që ka qenë një ndër njerëzit kryesor që ka drejtuar brigadën e 5, ku drejtonte Dushan Mugosha dhe që kanë bërë krime të mëdha me Shefqet Peçin, me Hysni Kapon, ka qenë tmerri shqiptarëve, krime pafund në veri të Shqipërisë, masakret të Tivarit, e drejtuar komplet nga këta shqipfolësit e një prej të cilëve që babai i Skënder Gjinushit, dhe çfarë ka dalë nga macja gjuan për mi gjithmonë, ajo dihet. Pra nuk mund të pritet ndonjë gjë nga njerëz të tillë që s'kan kontribut shkencor, nuk kam asgjë personale me Skënderin. Kemi qenë një 4 vjet kolega atje bashkë në atje. Ai ishte një tip ironiku dhe mistrec me ata që arrinte i vinte ndërkemp. Unë isha i ri, se kemi diferencë në moshë, 35 vjet kam qenë, po sa herë kemi qenë në takimet përbashkëta për çështje ndryshme atje në ato komisionet e kuvendit, nuk guxoj ndonjëherë të bënte me mua ndonjë ironi, kështu se ai dinte ti çmonte njerëzit dhe t'ia u vinte notën. Edhe me ty tash kanë arritur në një fazë që s'mund të bëjnë dot më ironi, thjesht janë të alarmuar dhe kam frikë nga ty, por
E vërteta do të dalë në shesh dhe e vërteta del nëpërmjet debatit dhe ballafaqimit, gjatë cilën këta, siç e thash, kam frikë ta thonë. Agron, me ty biseda mund të shkojë me orë të tëra. Në një ditë tjetër të përpiqemi të marrim një tabellë këtu, ta vëmë në një emision tjetër dhe të flasim konkretisht, ku ti shumë fjalë që këta thonë, për shembull, që janë turqizma ose serbizma ose greqizma në Shqip, ti marrësh dhe ti kundërshtosh një grup të madh fjalësh dhe njerëzit ta shikojnë me shembuj konkret dhe jo vetëm me fjalë. Me qira fjala, këtë libër e ke dërguar në ndonjë institucion shkencor në Greqi? Në Greqi jo, por së fundi unë kam praktik që çdo fjalor etimologjik që nxjerr e çoj për oponencë në Akademinë e Shkencave. Ka kaluar 15 ditë zyrtare dhe ata nuk thejnë as përgjigje, sepse kuptohet, po unë tashmë kam një arkiv kërkesash për oponencë. Natyrisht kryetari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë është njeriu më aktiv për mbylljen e të gjitha instituteve shkencore në Shqipëri kur ka qenë politik. Ai ka ndikuar që të mbyllen shumë institute shkencore kërkimore në vendin tonë. Ata mund të ketë porosi nga Rama, se ata janë bashkë. Jo, ai ka qenë kasta e vjetër e komunistëve që vazhdojnë drejtojnë Shqipërinë. Ai ka qenë që herët aktiv për këtë gjë edhe kur Rama ka qenë në politik. Ai është marrë intensivisht me mbylljen e instituteve shkencore në Shqipëri dhe ka thyer këmbët në një rast për të ardhur shpejt që nga Dibra, siç më thonë ca kolegë të tij, për të mbyllur në parlament, për të dhënë fund për të ekzekutuar ca institute kërkimore shkencore. Për shembull, ne tani nuk kemi një institut projektimesh për rrugët, i cili po të merrte 1% të buxhetit për një autostradë, do t'i kursente shtetit qindra milion euro që vidhen në mënyrë të pandalshme. Me ngritjet e çmimeve për kilometër. Ne dim për shembull që rruga që bëhet tani nga Elbasani për në Maqedoninë e Veriut është bërë pas studim fizibiliteti. Këta kanë atë formulën ecim përpara, po nuk e kuptojmë ecim përpara. Duke ngrënë nga mbrapa. Ecim përpara apo ecim përpara. Është diçka që nuk kuptohet. Kjo është gjendja. Akademia e Shkencave e Shqipërisë nuk do rinovuar. Ajo duhet të bërë nga e para, atje duhen përzën të gjitha këto levat slave, nga kjo akademi që nga krijimi i saj nuk ka lindur në një tezë kombëtare, në një ide. Në fakt ajo do lyer me gëlqere mirë kur të nxiren këta dhe duhet krijuar një akademi e shkencash që paguhet nga shqiptarët, por që të punojë për shqiptarët. Ata nuk janë lodhur kurrë së punuari për botën slave. Prandaj ne ndjejmë si detyrim kombëtar të themi të vërtetën, deri në momentin që do na lejojnë të jetojmë. Të paktën unë nuk mund të bëj ndryshe dhe më vjen mirë që kam edhe për krajen tuaj edhe mundësinë që më jepni për të folur këtu gjëra që unë nuk mund t'i them në për televizione, të cilave u shkërkuar që unë të ndalohem, por edhe kur veten për disa televizione, atje një pjesë e gazetarëve nuk din as të pyesin mirë ose duan të nxjerrin ndonjë gjë për të qeshur. Unë në fakt jam shkencëtar. Është njësoj si të thrasësh Newtonin në një tryezë si kjo, ose në një televizion, dhe din që ky njeri është shkencëtar, ka zbuluar ca ligje në fizik. Njëkohësisht, unë kam zbuluar parimet dhe ligjësitë se si gjua emërton realjet, si emërton gjua. Rëndësia e punës time është po aq e rëndësishme sa dhe ajo e Newtonit. E them këtë pa modesti. Ose Mendelejevit më mirë. Pse e them këtë pa modesti? E them sepse jam koshient për punën time. Jam koshient për kërkimet dhe rezultatet e punës time. Unë respektoj punën time dhe kur kjo punë që unë kam bërë është konform gjitha ligjeve shkencore dhe parimeve shkencore, unë e paraqes si të tillë. Mua më kam ftuar kisha dhe xhamia për të mbajtur ligjërata për gjuhën, por u bëj kërkesa akademive, universiteteve, më mbyllin dyert.
Më mbylli ndyrë se i gjithë sistemi shkencor dhe arsimor në Shqipëri është i tillë që mos të futet asnjë gjë e re, sidomos në çështjet e albanologjisë. Prandaj shumë e rëndësishme të ndryshojë dhe Beogradi, sepse po ndryshojë Beogradi, mund të ndryshojë dhe Tirana. E bukur kjo. Ta mbyllim këtu. Duke ju kujtuar edhe njerë, subscribe kanalit ton, mos harroni që t'ju ndjekim dhe mos na ndiqni. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë, faleminderit dhe njëra. Faleminderit dhe natën e mirë për të gjithë, miru të gjofshim herë tjetër.